pozit që lidhet me figurën tuaj. Edhe në të gjitha ato që thatë, qoftë në momentin e parë që lidhet me çështjen e ligjit të importit mbetjeve, qoftë me çështjen e Dibrës, ju formuluat këtu akuza me karakter penal. Dhe ne do prisnim që për shkak të formimit tuaj si jurist, edhe për shkak të modelit të ri, juve të kishit në veprimtarinë konkrete momentin denoncues, po të tipit domethënë të shkonit, të provonit në prokurori se çfarë krimesh me karakter, krimesh elektorale janë kryer në Dibër, çfarë krimesh po përgatiten të kryen, është edhe tentativa lidhe me plerat, dhe kjo nuk, domethënë kjo ka munguar. Ju flisni prap, është me karakter penal. Megjithëse ka munguar e ke të gabuar konstatimin. Prap këtu. Bëje pyetjen që të t'ka përgjigje. Ju jeni inkoherent në këtë që thoni, sepse nëse ju do të ishit efektiv në këtë veprimtari denoncuese, prokuroria që ju që qeveria e Partisë Demokratike për 8 vjet e ka, si thush, e ka mbështetur, e ka propozuar emra drejtues saj, praktikisht ka dështuar ndjekja e veprimtarisë, mbjelljes, kultivimit, ashashit, nuk është vetëm në jurisdiksion e policisë, është edhe të prokurorisë. Okay. Pra, duhet të pranoni që prokuroria ka dështuar dhe inkoherenca është këtu. Juve në çështjen e reformës për drejtësi jeni vazhdimisht në mbrojtje prokurorisë. Momenti i parë. Momenti i dytë, ju flisni për kartel drogë. A ka mund të tutem një minutë, se bëre 3 çështje. E para, unë nuk jam inkoherent, ti je i pa informuar. Po. Sepse ne për çdo çështje, e para punës, për shumë çështje kemi çuar kallëzimin në prokurori. Më le të mbaroj, se unë dëgjova me shumë kujdes. Jo, do të respektoj njëri tjetrin. Unë mbarova, unë dëpreva me që doje. Po ngritë 4 çështje. Dhe unë t'ja përgjigje, pastaj ngritë 4 tjera, jo ti bësh 8, se pastaj duhet më mbajt shëndet. Dakor. Pra unë nuk jam inkoherent, Partia Demokratike është koherente, ju jeni pa informuar. Po prokurorin, kjo është inkoherenca, e cila nuk po vepron që për këto çështje që ju keni çuar, kjo është inkoherenca. Edhe këtë e ke gabim. Ju mbroni sistemin. E ke gabim. Ne jemi autor të një kushtetute e cila krijon SPAK-un, strukturën e posaçme antikorrupsion, të cilën e kemi mbështetur me gjithë fuqinë. Është qeveria ajo që e trembur nga SPAK-u në ligjin aktual i ka bërë sfidë kashëllëk opdatit dhe ka futur zyra të kryeministrit për të kontrolluar SPAK-un. Dhe kjo është e vërteta. Ky është fakti dhe kjo ka rëndësi. Po këto janë detaje të cilat ti kupton, ndoshta shumica njerëzve nuk i ndjekin. Çfarë ka rëndësi këtu? Je i pa informuar, ne kemi çuar shumë çështje në prokurori. E dyta, me që ju referove formimit tim si jurist, prokuroria nuk ka nevojë të ketë kallëzim. Prokuroria e ka për detyrë sa herë që ka një denoncim, aq më shumë denoncim publik nga një institucion siç është opozita, të nis hetimet kryesisht. Dhe unë nuk jam këtu as për të mbrojtur prokurorinë dhe as për të bërë historinë e shtrembruar të marrëdhënies me prokurorinë siç e bëre tani Partisë Demokratike. Do të bësh histori, bëj librin dhe gjykosh nga kritikët. Unë këtu jam për të thënë që Partia Demokratike është një zë i fuqishëm denoncimi, që në rastet veçanta kur ne kemi prova apo indicje, këto i konkludojmë me kërkesa në prokurori për të nisur hetimet, që në disa raste hetimet kanë nisur dhe ne kërkojmë që ato të çohen deri në fund, në disa raste ato nuk kanë nisur dhe ne kemi kërkuar hesab dhe vazhdojmë kërkojmë hesab edhe institucionalisht, edhe publikisht, pra nuk mbrojmë askënd. Kjo është një paradigmë, një koncept i gabuar, ne mbrojmë vetëm interesin qytetar. Opozita, Partia Demokratike mbron vetëm interesin publik. Prandaj ngrim zërin. Nuk e ngrim zërin për asnjë hatër. Anila gjatë pushimit të tregova një listë të kufizuar të denoncimeve të tjera me emër me mbiemër të Partisë Demokratike. Për ditat. Këto janë denoncime të Partisë Demokratike, i kam bërë unë, i ka bërë Sali Berisha, se nuk kemi garë se kush denoncon më shumë, i ka bërë Partia Demokratike, i ka bërë krerët e departamenteve që tregon një angazhim maksimal të opozitës për të bërë detyrën e saj, ashtu siç duhet. Duke denoncuar me emër dhe mbiemër. I ke të gjitha, më vjen shumë keq, i ke të gjitha, ne mund të hapim internetin tani, hapim faqen e Partisë dhe shikosh të gjitha.